Shmangia e një gjobe prej $500 në aeroport nuk ka qenë kur kaq e vështirë sa do të jetë në vitin 2026. Nga kozmetikët me gaze specifike të ndeshme deri te mjetet shumë funksionale që duken si karta krediti, lista e objekteve të ndaluara është zgjeruar në mënyrë alarmante. Autoritetet ndërkombëtare nuk e falin më mungesën e dijes. Sot do të zbulosh cilat sende duhet t'i heqësh menjëherë nga valixhja para fluturimit të radhës. Objekti numër 1 është ai që po gjeneron më shumë gjoba në testimet pilot të këtyre rregullave të reja. Le të fillojmë. Numri 10, kufje inteligjente me regjistrim pasiv. Këtë vit, pajisjet audio me inteligjencë artificiale që bëjnë regjistrim të vazhdueshëm do të jenë në nënvëzhgim të rreptë. Nuk po flasim për kufje të zakonshme, por për modele që transkriptojnë biseda në kohë reale ose ruajnë audio pa sinjale vizuale paralajmëruese. Autoritetet në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara i klasifikojnë si rrezik për privatësinë kombëtare. Në zona të ndjeshme, si kontrolli i pasaportave apo siguria, mbajtja e kufjeve që përpunojnë në mënyrë digjitale zërat e ambientit mund të bëjë që të ndalohesh për verifikim. Shumë njerëz i blejnë për produktivitet, pa e ditur që aeroportet ndalojnë regjistrimet e paautorizuara. Nëse agjenti zbulon memorie të brendshme ose funksione dëgjimi aktiv që nuk mund të çaktivizohen, pajisja do të konfiskohet. Rekomandohet të udhëtosh me modele tradicionale, pa hapësirë ruajtjeje të integruar. Numri 9, bateri me gjendje të ngurtë pa certifikim të dukshëm. Mbajtja e një baterie gjenerike në vitin 2026 mund të kushtoj shtrenjtë. Me ardhjen e baterive me gjendje të ngurtë dhe atyre me litium me densitet të lartë, rregulli është i prerë, çdo pajisje që të i kalon 100 Wh është ndaluar. Detaji kyç është etiketa. Nëse specifikimet janë fshirë ose bëhet fjalë për një markë ekonomike pa të dhëna të dukshme, stafi do ta hedhë për arsye sigurie për të shmangur mbi nxehjen në kabinë. Për më tepër, skaneret e rinj me rreze gjë të kompjuterizuara matin densitetin e energjisë. Nëse fshe një bateri me kapacitet të lartë në bagazhin e regjistruar, mund të përballesh me gjoba mbi $500. Sigurohu që informacioni të jetë i stampuar nga fabrika dhe mbaje gjithmonë në çantën e dorës. Numri 8, aerosole me përbërës të ndeshëm të paqëndrueshëm. Disa shtytës kimik në deodorant dhe llak flokësh do të ndalohen sipas rregullave të reja të presionit në kabinë. Shumë marka me kosto të ulët përdorin gaze që përbëjnë rrezik shpërthimi në lartësi të mëdha. Skaneret aktual identifikojnë nënshkrimin kimik edhe përmes metalit. Nëse përbërësi nuk figuron në listën e lejuar, do të hiqet edhe nëse ena është më pak se 100 ml. Për të shmangur vonesa, prirja do të jetë përdorimi i produkteve solide, shampo pluhur, parfume solide dhe deodorant krem. Zën më pak hapësirë dhe kalojnë kontrollin brenda sekondash. Numri 7, dron xhepi pa identifikim të largët. Dronët miniatur janë perfekt për pushime, por tani çdo model pa sistem aktiv identifikimi të largët do të ndalohet në kabinë. Autoritetet kanë frikë nga ndërhyrjet në komunikimet e aeroportit ose nga aktivizime aksidentale gjatë fluturimit. Nëse udhëton me bateritë të instaluara, shkel 2 herë rregullin. Trupi i pajisjes duhet të vendoset në bagazhin e regjistruar, ndërsa bateritë në çantën personale brenda mbështjellëseve kundër zjarrit. Nëse modeli yt ka bateri të integruar që nuk hiqet, rrezikon ta humbasësh në kontroll. Verifiko përputhshmërinë e pajisjes për të shmangur këtë humbje financiare. Numri 6, suplemente dhe pluhura pa etiketim laboratorik. Kjo rregull do të prek ata që kujdesen për shëndetin. Në vitin 2026, ndalohet transportimi i proteinave ose vitaminave në enë gjenerike për të parandaluar kontrabandën e substancave të maskuara si produkte sportive. Çdo pluhur që kalon 350 ml duhet të udhëtojë në paketimin origjinal të vullosur, me etiketa që tregojnë përbërësit dhe origjinën. Qeset me mbyllje hermetike për të kursyer hapësirë mund të çojnë në marrje në pyetje ndërsa analizojnë përmbajtjen. Edhe kolagjeni apo proteina vegane ngjallin dyshime të mjaftueshme për të vonuar fluturimin. Zgjidh qese individuale të vullosura nga fabrika, është një shpenzim minimal që të jep qetësi të plotë. Numri 5, mjete shumë funksionale dhe objekte vetëm mbrojtjeje të maskuara. Shumë udhëtarë blejnë varëse çelësash që duken si mace, alarme personale që funksionojnë si shpues ose stilolapsa taktik për t'u ndjerë më të sigurt. Këtë vit, toleranca do të jetë 0.
Sistemet e reja kompjuterike të zbulimit janë trajnuar të identifikojnë ergonominë e një arme, pavarësisht nëse është prej plastike të përforcuar apo duket si mjet zyre. Edhe prerëset e vogla të thonjve me minite ose lima metalike me maj mund të shkaktojnë kontroll të thelluar. Koncepti i objektit të padëmshëm por i shkruhet. Nëse ka maj të mbret, buzë të dhëmbëzuar ose është projektuar për goditje, nuk kalon sigurinë. Edhe kartat e mbijetesës që mbahen në portofol do të zbulohen nga skaneret metalik dhe do të hiqen. Nëse duhet patjetër t'i marrësh, e vetmja rrugë ligjore është bagazhi i regjistruar dhe në disa vende duhet t'i deklarosh. Mos rreziko të regjistrohesh si pasagjer i dyshimt në sistemin ndërkombëtar. Para se të vazhdojmë, abonohu në kanal. Na ndihmon shumë me një klikim të thjeshtë. Shkruaj në komente nga cili vend na ndjek dhe ku do të doje të ishte udhëtimi yt i radhës. Numri 4. Termose inteligjente me ekran LCD dhe bateri të brendshme litiumi. Aksesorët për kafe janë zhvilluar shumë dhe tani ekzistojnë termose që ruajnë temperaturën e saktë dhe ta shfaqin në ekran digital. Problemi është se funksionojnë me bateri litiumi të mbyllura brenda strukturës metalike. Siç u përmend, çdo bateri litiumi që nuk mund të hiqet për inspektim përbën rrezik latent zjarri që është i vështirë për të ushuar. Nëse termosi pëson goditje dhe bateria shkakton qark të shkurtër brenda murit të dyfisht prej çeliku, krijohet situatë e rrezikshme. Për këtë arsye, aeroportet do të ndalojnë hyrjen e termoseve inteligjente me bateri jo të heqshme dhe jo të dukshme. Nëse e do kafen e nxehtë, ktheu te termosi klasik me vakum. Nuk ka nevojë për energji elektrike, është më i lehtë dhe nuk të sjell probleme në kontroll. Ndonjëherë teknologjia e komplikon udhëtimin në vend që ta lehtësojë. Numri 3. Ilaçe të lëngshme dhe gjele speciale pa recetë të shtypur dhe të përkthyer. Ekziston përjashtim për lëngjet medicinale mbi 100 ml, por tani dokumentacioni do të jetë shumë më i rreptë. Nuk mjafton të thuash që është shurup i domosdoshëm apo gjel terapeutik. Do të kërkohet recetë zyrtare që përputhet saktësisht me emrin në pasaport. Nëse udhëton në një vend me gjuhë tjetër, shumë aeroporte do të kërkojnë që receta të jetë e përkthyer në anglisht ose në gjuhën lokale. Kjo përfshin solucionet e mëdha për lente kontakti apo suplementet e lëngshme për dieta speciale. Pa dokumentin e duhur, agjenti ka të drejtë ta hedhë produktin, pavarësisht çmimit. Këshill e artë, mbaj gjithmonë kopje fizike dhe digjitale të recetave mjekësore. Në vitin 2026, zyrtarët do të bazohen vetëm në atë që thot sistemi dhe dokumenti. Numri 2. Replika antikash dhe objekte metalike të rënda pa certifikat origjine. Këto sende do të mbahen nëse nuk kanë certifikat eksporti ose faturë të qartë blerjeje. Arsyeja është dyfishe, për siguri, pasi mund të përdoren si armë goditëse, dhe për të parandaluar trafikun e paligjshëm të pasurive kulturore. Nëse skaneri zbulon një masë metalike të dendur me formë artefakti të lashtë, kontrolli ndalet menjëherë. Nëse nuk provon që është replik e blerë në dyqan legjitim dhe jo objekt me vlerë historike apo armë e mundshme, do të konfiskohet për hetim. Kërko gjithmonë faturë të detajuar dhe, nëse është e mundur, dërgo suveniret e rënda me shërbim postar ndërkombëtar direkt në shtëpi. Është më e sigurt dhe shmang peshën shtesë. Dhe tani, vendi numër 1. Objekti që po gjeneron më shumë gjoba në testimet pilot të rregullave të reja. Numri 1. Pajisje gjurmimi satelitor të pacertifikuara. Gjurmuesit për valigjet kanë shpëtuar mijëra njerëz nga humbja e bagazhit. Por në vitin 2026 do të lejohen vetëm modelet me certifikim specifik, siguri aviacioni. Problemi është se disa marka pak të njohura dërgojnë sinjale me fuqi të lartë për t'u lidhur me rrjete satelitore kur ndodhen në bagazh, duke krijuar rrezik ndërhyrjeje në avionik. Kompanitë ajrore po përditësojnë listat e pajisjeve të lejuara. Nëse gjurmuesi përdor bateri litium metal të mëdha, jo të rikarikueshme ose nuk ka modalitet automatik fluturimi, mund të zbulohet dhe të hiqet nga valigjja. Në rast se ndodh në bagazh të regjistruar, do ta hapin valigjen duke rrezikuar dëmtimin e sendeve të tua. Zgjidh gjithmonë marka të njohura që përmbushin rregulloret e shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror, e njohur si IATA. Udhëtimi i informuar është mënyra e vetme që teknologjia të punojë për ty, jo kundër teje. Këtu përfundojmë. Mos harro të kontrollosh faqen zyrtare të kompanisë ajrore me të cilën do të fluturosh, të paktën 48 orë para nisjes për në aeroport.
Rregullat mund të ndryshojnë sipas shtetit apo edhe sipas llojit të avionit që operon linjën tënde. Mos lejo që një pakujdesi të prish fillimin e pushimeve apo atij udhëtimi të rëndësishëm biznesi. Nëse ky përmbajtje të ka qenë e dobishme, abonohu në kanal. Do të donim të dinim nëse ke pasur ndonjëherë problem me ndonjë send në aeroport, ndaj përvojën tënde në komente. Të udhëtosh i informuar është, pa dyshim, pjesa më e mirë e aventurës. Udhëtim të mbar.